Përshëndetje, nëse po e shihni këtë video në kohën kur është postuar, sot është hëna e re. Dhe ajo që unë ju ftoj të bëni për të përfituar sa më shumë nga energjitë e mrekullueshme që hëna e re ofron, është manifestimi në dritën e qiririt. Për këtë unë kam marrë 2 qirinj, një gold dhe një të kuq. Nuk e di se cilin do ndes, por do të gjej intuitën time për të më udhëzuar se cili prej tyre dëshiron që të punoj me mua sot. Edhe për ju këshilloj që të dëgjoni intuitën tuaj në lidhje me zgjedhjen e qiririt, ngjyrës së tij, apo edhe nëse dëshironi ta bëni në rast të parë. Dhe nëse nuk keni mundësi për të ndezur një qiri, gjë që unë këshilloj shumë ta bëni dhe madje të shikoni në flakën e qiririt sepse ju ndihmon në manifestim. Por edhe nëse nuk e bëni këtë, ajo që ju duhet thjesht është një letër dhe një stilaps. Dhe në të shkruani çdo gjë të re që ju dëshironi të ftoni në jetën tuaj. Çdo projekt të ri apo plan që keni, ta strukturoni mirë e bukur dhe thjesht të shkruani për të nxjerrë mendimet tuaja në letër. Dhe energjitë e hënës do t'ju ndihmojë vërtet shumë. Hëna e re është duke ju dëgjuar, kështu mendojeni, dhe ajo dëshiron që t'ju sjellë sa më shumë bollëk, mbarësi dhe t'ju bëj sa më të lehtë këtë proces manifestimi. Kështu që përse të mos ta lejmë hënën të na ndihmojë, përderisa ajo është kaq e dashur dhe dëshiron që të jetë mikja jon në këtë proces manifestimi dhe dëshiron që ne të kemi gjëra të reja dhe të bukura në jetën tonë.